Në rast se nesër do duhet të bëni një koalicion qeverisës, a do ta merrni po them Sali Berishën në qeverisë e Partinë Demokratike? Sali Berisha e Edi Rama, para se të shkojmë ne në zyrat, atë janë brenda. Dhe parti, shpresa e kombit që jemi ne, shqiptarët duhet ta dinë mirë, ne e vërtet e vumë një parti emër, pa nuk është parti. Kjo është shpresa e kombit. E vumë parti si pas rregullave të gjykatës. S'ka koalicion as me Berishën as me. As koalicion. Ato dy partita ta di shqiptarët, të dyja partitë nuk do ekzistojnë. Po na agroshen për shembull me këtë lëvizjen se ai është dhe mbështetës i protestave, thuaj se ka të njëjtat kauza. Meqense e zure protestën, do ta trajtojmë më gjatë. Protestën e kemi filluar ne. Edhe ne kemi organizuar. Po Agroshehu është në protest, Jorita Tabaku është në protest. Agroshehu, Lapi, Qorri, ata janë bishtat e Sali Berishës, e të Edi Ramës. Po Qorri është komunist, Lapi, Agroshehu është kapitalist, si shkojnë? Po s'është kapitalist, nuk mund bëhesh kapitalisti brenda disa vjetëve. Ai nuk është kapitalist. Të gjithë njerëzit që kanë erdhur në Shqipëri janë të dërguar nga spionazhi për të bërë diçka në tokën e Shqipërisë. Po fakti që janë protestat që keni organizuar ju edhe Agroshehu dhe Jorita Tabaku, çfarë kërkojnë në këto protesta këta njerëz? Mos kërkojnë të marrin postin në qeveri, nesër atë marrin meritat e protestës. Pra arsye ne krijuam protestën, deri në datën 13 protesta ka qenë me qindra mijëra vini njerëz. Mbas 13-s që ne shëgojmë çfarë do bëhet, u fut Sali Berisha me Edi Ramën. Aty është Edi me Salin në atë protestë.